الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا بن عبد الله عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه أنت لدريم تومة القانون أشوشي الله ذو الجلال يا سلام السلام تومة الشمس أشوشي في بدر زيد أن يزيد محمد عليه السلام طمين نتيجة قاصر الشوق نتيجة داشة نتيجة تاشة نتيجة الروج نتيجة دير نتيجة نجوكين لازم نبوطرا ينصد نهيب من قاصر روح رمضان اور لجراتنا نبي قاسش يعبشون لجراتنا بلا مزابط شوشت ساجرين برمضان كتبه إن شاء الله ضد يعبشون تيمس يمشون të përgjahtjarë të kaluara, e cila në kam drejtë që ta përfundojmë me këtë hyrje. Temë që besoj se inshallah ata që kemi qenë prezent na kujtohet se kemi folur dhuntive apo disa dhuntive që kemi emërtuar si të ativa të pafalënderim nga ne, dhuntive edhe nimetet që i kemi cekë 6 prej tyre duke dhamë shumë të tjera pa i cekë, por duke të rejtë bëmendje në shama edhe në të tjera, gjera këto të cilat, po them se jemi munduar që me hyrjet e kaluara, me diskutuar dhe me folur atyre. Edhe në hyrjen e 6 e kemi përfunduar me fjalimin dhe kemi thënë se çka pas fjalëve. Atëherë inshallah sot do të mundohemi shkurtimisht të flasim pak se çka pas fjalëve që kemi marrë e kemi dëgjuar në hyrjet e kaluara, apo se çka meriton çdo nimet edhe dhunti prej dhuntive që kemi cekë, por edhe shumë të tjera që nuk po i cekim nga ana jonë në aspektin e falënderimit të Allahut xhaleshan për të gjitha ato që zakonisht jemi duke përsërit. Ajetin që Allahu xhaleshan na njofton se aq na ka furnizuar me to sa do të jemi gjendje me numru. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Edhe nëse mundoheni me numru nimetet e dhuntit Allahu xhaleshan që ja ka mësuar, nuk keni të pas mundësi me numru ato. Ato 6 dhunti që i kemi numruar e që i kemi marrë në hyrjet e kaluara na kanë qenë pasuria, shiqimi apo syri, tjetra ka qenë gjuha, ka qenë çështja e evlatëve që Allah na furnizon ata, pa çështja e bashortës apo bashortit të anën tjetër, edhe aspekti i kohës. Këto 6 mundi, ne besoj inshallah, mendoj se kemi obligim që të mirëmi pak se si kishim me vepru në aspektin praktik me këto mundi, apo çka meritojnë këto nga ne, që eventualisht mos me qenë me në vetë këto dhunti të pafalënderim që kemi emërtuar. Kur flasim për aspektin e pasurisë, e të cilën Allahu xhaleshan nuk po na mundson, po padyshim edhe në rrugën e mundit tonë, ajo kompetencë, ai ligji Allahu xhaleshan që na ka mësuar të hapë prej njërit të parë, Ademit alayhiselam, e që të vazhdon deri në ditën e gjykimit që po pasuria fitohet me mund. Por edhe të njëjtën kohë, pas të thëtë asaj që Allahu xhaleshan na e mundson. Prandaj, për pasurinë që Allahu xhaleshan është na e mësuar, nëse dojmë me falënderim Allahu xhaleshan, nuk mjafton vetëm me thënë elhamdulillah. Por çështja e falënderimit duhet të qenë edhe në aspektin praktik. E aspekti praktik i falënderimit për pasurinë që Allahu na mundson është kur pasanikët tanë nuk ngurojnë me nxjerrë zeqatin me të cilin Allahu xhaleshan i ka urdhëruar. Ata të cilët janë të obliguar me zeqat, qoftë në aspektin e monedës,
por qoftë në aspektin e kohëshireve të fjala për ata të cilët e ndjerë një toka, gjithashtu e dikë se sipas shariatit islam një rrjeta 10% me një fjallë duhet të nëzirë të nga misri e të korruat e ndryshme që me një fjallë i ndjerë këte të cilët po them për fatë të keq, pa kush është duke e zbatu. Por kërë fjallë për ata të cilët eventualisht nuk kanë zeqar, ato se kanë duhet me rallë diçka prej gjekit të tyre, ato se studenta tash që ndoshta dikush me hakiket se po i porosisë dhe studenta që me rallë diçka, me nëzirë nga e pasurje pak që e ka studenti, i cili bashkëtisht ka nevojë edhe të mëshimë së që po se dënë. Por, le t'jemi bindur se nëse neve e zbatojmë këte edhe nga e pakta që e kemi, me nëzirë diçka të thotë i vazhdi me i dhanë ati që është më i vazhda. Atëherë të gjithë nga do t'jetë një mekanizm që nuk të kalojmë i vetën me mbetë që të mund të vazhda. Se për ndryshe kushtirë me një fjallë, në marri edhe mbetët në det. Por edhe në atë pak që e kemi, nëse dojme qenë falenderus për atë që Allah në i ka mundësu, atëherë dhe të dim se çdo një prej nesh duhet që se si vëtatë që në atë aspekt të pasurisë që ta ka mundësu Allahu Gjeleshanu, në aspektin praktike dhe në ramë. Ittaqun nara walau bishiqqi tamra. Për pejgamberi alayhis salam, mbrohuni nga zjarri i xhenemit qoftë edhe me një gjysmë burrëve. Sa kushtet ajo, është një shansë të të një sadakë shumë thjesht e vogël, por me që hazera ajo e vogël, që është shumë që të turbo se vetë në një fjarë, me të mbrojtë dhe të rujtë Allah dhe shumë nga zjarri i xhenemit. Atë që ke mundësi, jetë si dhe mas për fjala, tash në këtë muaj, në të cilin e dim në hatë se pos të tjerave, e kemi edhe qashën e sadaka të fitrin, një do të të obligim që e dim për mirë se çdo antar i shoqërisë muslimane është i obliguar me vete. I varfri i cili ka të drejtë me i pranu vitra që drejtë. A i varfri që ka të drejtë me i pranu vitra, edhe a i tjetër nuk duhet me lana të vitra. Duhet që muslimani edhe muslimani atë mësu vetën edhe me dore me lana. Jo vetëm me të kurtën. Madje edhe i varfri si i varfri. Spaku bile një herë duhet me shenë gjatë vitit a i cili e zhabë dore. Jedu e unja, khajru min e mjedi sufla. Dora e la, ajo që zgjatët që jetë, është me lartër me mirë se sa, ajo që është me ujtë, ajo që kërkan. Por e fjallë për aspektin e shqicimit, ato të famëve, syri, nuk ka përshim se është të preventive të cilat duhet të mësohemi në aspektin praktik, të falenderojmë Allahu Gjeleshanu për këtimet e këtë kurti që ne ka mësu. E kjo kishte, ne më të realizu si kur neve të obligojnë vetën që shtatë një orë gjatë javës në orëvarë e me mediturë rrët këti një veti dhe kësaj kurtije. Meditimi që shbëhet mund gratë qka, ndalmi edhe i shqyqojnë kërëm të kryesa edhe këtë pasion që Allahu Gjeleshanu nuk e ka kryu, e cila e tëna në përret të hëtë në besim edhe në arrujnë dhe i kryusit. Në undarë të fëtë dhe qka një herën e larë nga kjo vorë të hëtë e dinamikës, në të cilën jemi, edhe me undarë dhe i kërjasë në shumë ashtu. Edhe me medituar të fëtë dhe një përdojë të asy, në atë shka është Allah Gjeleshanu i knashu. Një jarë më undarë dhe hëtë dhe shanë, me shqyqyre për të tjetë në kohë, me zjetë hëtë gjatë javë e shpaku, do një emision me vitë hëtë me zjetë, në të cilin do të shohë në të qashtin e praktikimit dhe falenderimit e Allah Gjeleshanu për këtë dhëmëti. E që kjeri se të kabesh Allahu Gjeleshanu, kur për e kështë një të një kaseta e CD-ja e gjëra të nëshme në marë, s'pa për të jemi sot edhe CD-ja e kaseta të cilat kanë bërë me islami dhe shkenca, tema të cilat janë premat të nëshme dhe të cilat vërherë, në përmes tyre jemi në qendë në një pak, me i përshqy këtë asy, o edhe përmes të hëtë shqimi me një fjallë me falenderu Allahu Gjeleshanu. Se mos me qenë që një herë staku në jarë, me i marë me latë të tonë dhe familje tona, që një herë jarë me dalë dhe hëtë, me dalë jashtë të qytetit, me dalë hëtë në një fush, apo në një fërdina, apo manë, edhe me i pakë të bukurita Allahu Gjeleshanu, o edhe me qenë qende që zbashku me familjen dhe me meditu rrët kriimit edhe rrët asaj që Allahu Gjeleshanu është duke me nëmëcurë vazhdimisht. Se mos me obliguna vetën, s'paku një herë në javë, që s'ka me vlerë të familjen e më ullë, e me e qenë Kur'anin në
shtëpi, edhe gjithë bashkë me lexu, apo s'ka kuprimi me lexu e tjetë me ndëgju, qoftë me gjuhën arabe, qoftë me gjuhën shqipe, edhe pse, është e vëzdashme e në mësën që gjithë se cilë dhe gjuhën shqipe, pasi që këtë Kur'an është për të lexu dhe të kuptu dhe për të praktiku. Prandaj, është diçka që është në mundësi tona, por aku të shqipe të të vërë. Se mos të ndajnë një orë, gjatë javës që me reqerë të thëtë diçka nga hadithët e pejgamberit alayhis në aspektet praktike, të lexojnë të thëtë dhe shka zbashku me të familjen, s'paku një orë, sot kemi literaturë dhe në këto aspekte. E temi të thëtë Riyadus Salihin, që është prej librave të shkëlqyeshme të hadithëve të pejgamberit alayhis, kemi edhe libra tjera që janë shkruar të hapsat, edhe çka me ndalë gjithçysh bile s'paku një orë. Me familje tona më ndalë dhe më ullë me shtëpi edhe me lezurit edhe me përkutitur të gjëra. Po në të njëjtën kohë ta sy vërtet meriton që në një herë në u pastru edhe për mes lodhje. Se pastrimi i syve tanë edhe nga mëkatet edhe nga lëshimet e ndryshme në të cilat jemi që këra, dhe t'jemi bindur se sahabët i kanë pastru ta sy për mes lodhje. E kanë obligu vetën edhe e kanë bo obligim që gjithsesi bile s'faktu kohë pas kohë në qenë në gjendje beqare. E të qare, vërtet është një prej cilësive që të më realizan gjithësërit. Por kemi mundësia dhe kemi mekanizma që nga ka porosimë dhe pejgamberi alayhis, e që është çështja e prezentimit në xhenaze, çështja e vizitës së varreve, për të cilën edhe ka thënë pejgamberi alayhis, kuntu nahaytukum an ziyarati al-quburi fazuruha fa innaha tudhakkiru al-akhirah. Do të më herët të kanë ndalu nga vizita e varreve, kur a fjala për periudhën e parë, se ka qenë rëziki i randjes në adhurim të varreve, e në shirk e në lutjet të varrosave, një gjithë në përfat të keshtë është edhe sot pejtë në prezentat të këtu. Por të tani kur vesh është ka du kjo krizë në mesin e sahabëve, kur më e ka kuptu se s'ka është tauhidi i pastër, adhurimi i pastër pa i për shirk Allahu të lëshanu, atëherë do tash vizitoni në varre, se ato ja u përkujtojnë një nga ahiretin. Farë dhe vizita e varreve, neve nga do që me ditë se edhe neve në të jetin kohë nesër dhe t'jemi në atenë, edhe meditimi dhe të ndagurit e të marurit në atenë, pa të shumë që bëjë një da, ka mundësim në natërë dhe që bile s'papur në një datë në nërjetë. Qashtja e rjetë se do të gjithashtu është prej mënyrës të falënderimit, ka për këtë shiqemë dhe këtë papo që ne ka mësua Allahu dhe shaku, po edhe të jetën kohë, pastrim dhe hëtë tyre nga mëkatet edhe nga shiqimet e përqia që rëndimit dhe tohë. Çështja e gjuhës. Kur fjalët e aspektit të gjuhës, edhe këllimet edhe kulti që ma të shumë se e kemi cekën e maherët pas përgjithime të veçanta, të cilat pejgamberi alayhis edhe sahabët janë munduar që kur mos me lanë gjuhën me dukerë dhe fjallë për bashkëmisht e kanë bajtë të lagur për mes përmendjes e Allahu xhaleshanu. E kanë bajtë të lagur për mes përmendjes e Allahu xhaleshanu e jo për mes një vetit e thashe të mërë. Kurse si për mes bisedave të kurta, kurse si të thëtë për mes të qatës e shpikjeve e gjërëve, me të cilat për fakit e shpikjeve është nga një herë përtim dhe të skohë. Por janë mundu të hëtë qka në aspektin praktik, me e falendero ka xhaleshanu për gjuhën që ata i ka furnizu. Edhe te e kanë bërë të thëtë me dhekër e përmendjet në Allahu xhaleshanu, e kanë bërë të thëtë me te jo vetëm në namaz. Jo vetëm se qatë minuta dhe të pak të lezimit të Kur'anit, por edhe kur kanë qenë në udhtim. Edhe neve duhet edhe kur jemi në këmbë edhe kur të jemi në autobus, kur të jemi të thëtë, kur të që të jemi, është e rrugës që neve mos me ndajë me një fjallë kanë, por me e përmenë Allahu xhaleshanu me lutje të atire që i dimë hëmë e jemi edhe i ndohëm inshallah, me e përmenë Allahu xhaleshanu vazhdimisht. Por të jetë në këtë shumë, me e përdojmë në fire të njerëzve, në fire në këtë që jemi neve në këtë, dhe recetë në këtë dukti, që jemi në hëmë neve së të sejshme, në këtë kohë të gjumasë, në këtë të harë të Ramazan, neve fort mire tim se sa i kemi tash në të rrugë. Ata gjithë me një fjallë presin prej nesh, që neve një fjallë të mirë në javë. Gjithë prej neve presin që ne e spatu neve obligimin që e kemi. Jo se në një fjallë neve jemi nuk e bërë mirë atyre, po pa dushim dhe të harë, por neve dhe të ati se ate e kemi obligim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Allah që është në bërgjë e dinë në mërë, në të mirë, në i zirë që ka që është në zirë nga mesi njërzimi, që po të të Allah është në zirë e tyre. Po atu që ka i të në është, veç pëse një Hasan e pëse një mëtin e mirë, jo, Allah e kemi kërë, që jeni më të mirë. Po ajo që kërë ju bëjka të ti, po hatë se të mërune për marufi o të nëhna në munka, o atu minune bila, o atu vende ata që të urani më të mirë, ndaroni nga keqja, edhe besoni në Allahun dhe lëshanë. Është interesant që Allahu dhe lëshanë se është rasti dhe një komentimet e qëra, në këm ajet të anoj qashtin e teoridit besimit në Allahun dhe lëshanë. Po e qekë dhe pas përdrimit për të mirë ndarim nga e keqja. Gjdo njëri për i nesh, gjdo që gjithë në kishmarë se spari i shkamë e kush, do shta si mas nere, në më qekë mas pari besimit në Allahun dhe lëshanë, ma ne përdrimit për të mirë ndarim nga e keqja. Por jasë Allahu dhe lëshanë në këtë ajet për anoj, po e qekë po hatë, ju në të zjedhe pëse, se urani për mirë, ndarim nga e keqja dhe besim në Allahun dhe lëshanë. Pse kërë e kam komentuar djetarë nga tonë se që është e vetëm besimit në Allahun dhe lëshanë, nuk është personi e këti këmeti se kanë besuar dhe para nesh. Edhe këmetet e tjera kanë pas besimit e pasur në Allahun dhe lëshanë. Pos pas dëmimeve që kanë ra. Por grafjana e asaj që neve nga bëndër, me qenë këmeti i zhjerë më i miri, është kur e kemi prezent institucionit e udhërimit të mirë ndarimit nga e keqja. Institucion i cili duhet në zbatu për i se cili të rëpesh, jo dhe të për e hoxalarve. Belli muanni, o në uhaje, ka thonë që i më beda në Islam komunikanit, në në gjallë për cëtë të tjere, nga unë qoftë një ajet. Një ajet e tjene, ajet gjallë, që të një autorit të kuna, për cëtë të tutje. Vetës në spari e vlatër të familjes, por edhe rejtët e këtëshën që gjindemi. Tika katët, dhëntje e katët është aspekti e vlatëve, i fëmijëve të të cilët Allahu që lëshanë ka na furnizon, e të cilët ne jemi të shpikallë se vërtet në të nejtën kohë. Edhe me këta nuk jemi duke e falendëru Allahun sigurë. Edhe me këta nuk jemi duke e falendëru sepse nuk pojemi ata të cilët e bëjmë aspektin praktik të. E qashta e mënyrës të falendërimit të Allahu që lëshanë për fëmijë, kishtë me qenë kur neve vërtet mirën i me ta. Kur neve mirën i me edukimin e tuje e në kjallër të televizionit, e rrugës të të gjënave të kota që ata në edukur, që shko në edukur sot. Mas paku sot fëmijët edhe të duke i edukur për një. Nëse paku fëmijët ta njëri duke i edukur në atë të kush për e edukur. E neve pra për me qenë në gjendë që ne falendërëm për Allahun për këta fëmijë. E kjo vëndi që ne ka mësu atërë, duhet që qëtë se si neve të mirën me ta. E madhe me ta është që gjithashtu të ndalmi të të ti, edukojmi ata, të caktojmi të programe dhe moralë, të marjes me ta. Duhet që qëtë se si krinja të mirën dhe të hundi kohë me fëmijët e tyre. Duhet që qëtë se si të mësojnë hëtbarimet e kështit e këti dini. Duhet të mësojnë dhe obligime kanë farës dhe kanë me mësu Kur'anin. Kush për e neve po mirët me këtë qështje. Po s'to ka mundësime, a ki mundësime i nërgu në gjani. Kush me të pëllahava, duke i grupe që e më të pitë, kush e duke e nejtë gati. Edhe me ardhë po që s'me thonë, amanet po të duhet të fëmi. Po duhet gjithësësi që këmë e mësu familje të feste dhe mësu Kur'anin. Sa prej familjeve tonë dhe qytetin tonë, sa baba apo sa bëndë një qarë, e bëjnë një qëtë të tjërë që një anë të pitë e të në gjani. Ka dhe shtë Allah që dhe shanë disa fëmi, Allahu dhe për ju, duke qenë fëmi, edhe vinë vetë. E dujtë për fëmin, ashtë për të të disa shamia, se jo dhe të fëmi. Kemi bindu se të gjemë Allah e kemi të këtë, edhe shtë njërë për nesh, nëse nuk e bëjmë i nuk jemi të të falendëru Allah dhe shanë për fëmi të tanë, se në kjo aspekte, edhe të pejgamberi asëm ka përësit për të fjallë për namazin e këtë këto, ka thonë animu solatin i sebin, o të ribu më aleha në ashtë, ka thonë për të fjallë në mësimit të tyre, ka thonë mësëm një namazin, duke shenë ata dhe 7 vite kër i kanë, mësëm me namaz, kur t'i bërë 10 vite se nuk e falë, po i kime një herë të një bërë, atër ka thonë ka patë në Irak, nuk është problem. Më kur t'i bërë 10 vite fëmiu duhet më mësum, po dhe shme qenë i regu të namaz, po që shme qenë i regu të mërë, për një vetë, ndoshtë edhe kur është të onë gjani, nuk i shkën mende që në marë të dore dhe një vetë. Se mos të marë një të taj që ka do 7 vjetë, 10 vjetë, 11 vjetë, se mos të njërët në vetë në gjani. Kredito edhe sa të
tjera janë obligime tona dhe atë që duhet paketën me izbatu. Aspekti i falënderimit të Allahu Xhaleshanu me bashkësi, qoftë bashkëtorë për bashkë, qoftë bashkëtorë për bashkëtorë, në të njëjtën kohë, edhe kjo meriton që vërtet në mënyrën praktike Allahu të falënderohet. E aspekti i falënderimit është qenë kur bashkëtorë kthehet në shtëpi, edhe i kthehet në një fjalë që çuçi fyt ndashta për fëmijë, e fyt për fëmijë se në aspektin e është ndaj çeder mos u ndodh. Po për te nuk harojnë anë e pyt, hatë bashkëtorë të ndrohë se ku janë zësiane që i shka janë. Por, anë të mendje e pyt nëse të të kthehtin në rëndin e ka farë tekin edhe i këndim bashkëtorë të ndrohë. A e ka lefur të pjesën e Kur'anit që e ka të ndrohë. A i ka kryt të obligime dhe të aspekte, a ku se mirë një me të gjëra neve. A në vjen mendje i pyt bashkëtorë të ndrohë në të aspekte. To e në gjëra që duhet njërën praktike, po them me e falënderuar edhe për këtë aspekte, por njëkën kohë, me shetë të atyre që ju dojnë një kohë, ju mundësojme edhe të ndajnë një kohë që me pas mundësime i zbatu të gjëra, jo me kërku vetëm punë të fandarora, e gjërat të cilat e mësuar si në pas ne, edhe me zorarinë kësa punë që të se të kura dhe si e një gjendje në në një. Bashkë pejgambera e sëramë ka qenë aj që edhe vetë pashmarë edhe me kujime. Pejgambera e sëramë që duhet ta kemi neve mos për të jetës tonë. Nuk ka qenë aj që ka thonë se kjo së të një, me da enë, eventualisht me gatu e me ndrejt i shka, edhe të gjeri ka po pejgambera e sëramë. Nëse ne vedojmë me pas mundësi, që bashkëtorët tona me pas toka pak edhe me lezumë, me pas toka pak e lezumë të anë, edhe me falë namaz, edhe me agjeru dhe të tërë nafile, jo dhe të tash namazani. Atëherë duhet Allah i që gjithsesi të ndihmohemi edhe të bashkëtorojnë të mbyshe, të është neve me i realizu ato që duhet, bashkëtorët të realizu në të aspekte. Edhe për atër, pejgamberi sa të thonë, rifkan të kawairi, le të jeni të hashtu edhe të shirëshin ndaj të bashkëtorëve. Inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifq. Allahu është i bukur dhe don përsin, e don çartën e asaj që të jeni të shirshëm. Wa yu'ti 'ala ar-rifq ma la yu'ti 'ala al-'unf, ma la yu'ti 'ala siwa. Për të ta mundson ti për të suksesis, atë që nuk ka mundson kur për të zbrashtis, atë që nuk ka mundson për të shfaqur të rrugë dhe metode tjera. Aspekti i shqipës dhe i kursis është për i cilësive të besimtarëve. Prandaj edhe për fjallë, edhe në aspekti e jetës partikulare, duhet të të kemi parasysh. Edhe e fundit, edhe pse do është pak të zjatër, çështja e gjashtë koha. Reduktimet e reduktimet madhore që i posedon çdo njeri të nesh. Këtë që ne kemi cekë të herë kaluar se për shkak të vlerës që ka Allahu xhalesha po të vetuar me vetë, wala as pashakohet. Kjo kohë që neve e posedojmë, e për të cilën timi nga një herë në thonë se s'po di që shme në bytë kohën, s'po di kam të haqurë si me kaluar, vallahi nuk dim kur neve nuk e zbatojmë atë që ka porosit për si pastorëfarë të Resuletit për nga mërë ka Izrael. Atë që kemi thamë se tu vërgjithë se si muslimania dhe muslimania, mos me letu e rasisht, por me letu dhe programme dhe me orarë. Tëra një paketet që kemi në Islamin kemë cekë dhe maherë, Allahu Xhaleshanuhu ka mujtë me lejtoke e grungu në një vend, por i ka ndarë dhe të catu kohë. Përse që dhe në gjithë kur namazi i njësë apohet për i brejtës për i njësë. Kur është Ramazan, e kur është Hatë Shaban, e kur është Sheban, kur është kjo kite, kur është kjo feste, kur është krejt këto neve në klasin dhe programizme kohës. Krejt këto në klasin që aje që është në mesë kohëve, neve në kam dhe kjo kompetencë me nga. Me prej kohën që kemi tonë në maherë, e luahtu kësej, i në më të tahu qata. Koha është si ku se shkata, nëse ti nuk e prezate, me në fjallë, nëse ti nuk e programon, nuk i bërë arme, atë ajo për ty. Për ty ajo është të kërshkurë me në fjallë poshtë dhe kohë. Dhe hëtë duke mos e shrypzue, ashtu qysh, Allahu Xhaleshanuhu ma shkurt është i knashëm.